Mbrëmjen e djeshme në Ulqen u mbajt zyrtarisht manifestimi tradicional Ditët e Kulturës së Pakicave në Maltëzi, një ndër ngjarjet më të rëndësishme kulturore që promovon bashkëjetesën, diverzitetin dhe pasurinë shpirtërore të komuniteteve pakic në vend. Në fjalimin hyrës të kësaj mbrëmje foli organizatori dhe drejtori i qendrës për ruajtjen dhe zhvillimin e kulturës së Pakicave, Gzim Hajdinaga, njëkohësisht ideatori dhe themeluesi i këtij manifestimi gjatë mandatit e tij si ministër për të drejtat e Pakicave në vitin 2003. Hajdinaga theksoi rëndësinë e vazhdimësisë kulturore dhe rikujtoi se si institucion kanë mbajtur gjallë këtë traditë përmes aktiviteteve të shumta letrare, muzikore, botuese dhe artistike, duke bërë atë një pikë takim të rëndësishëm të kulturave të ndryshme të Malit të Zi. E nderuara ambasadore e Republikës Shqipërisë, zoti konsul, përfaqësues të zëvendës ambasadores Kosovës, kryetar i shoqatë vërtet i Këshillit Nacional Shqiptar, deputet dhe të gjithë të nderuar të pranishëm palan, mas me gabu palan masdore pa përmend të tjerë. Dua të them se jam i kënaqur që kemi kthy në jetë një manifestim kulmor e kultura dim gjithë se është bazament i rujtjes së identitetit kombëtar të një kombi. Pakicat në Malë të Zi, si radhë kund në një shtet, bajnë gati 1/4 e popullatës, por në fuqin kulturore, në bagazhin e vetë të trashëgimisë kulturore, kanë më tepër se 50% e vlerave kulturore të shtetit Mali të Zi. Pra shteti Mali të Zi duhet me qenë i gëzuar dhe është unikal në këtë pjesë të regionit që mund të thotë që autoktonit pakicet e veta në mozaikun e vetë gjajnë pozicion të veçantë. Dragi prijatelji, ljubitelji kulture, fala što ste večeras odvojili vaše dragoceno vreme da budete sa nama. Tu smo tačno na ovom mjestu posle 20 godina. Zapravo, rekli su to naše moderatorke, da smo prvi put prije 22 godine organizovali Dane kulture manjina. Bilo je to u Rožajama i u Podgorici. Da bi konačno dobili ovo zdanje lijepo kulture, Dom kulture, i 2005. godine, danas smo u jubilarnoj godini, ponovo vraćamo u život manifestaciju Dani kulture. Kjo maraton pra fillon në Ulqin, e meriton qyteti i liri vjetër Ulqinit dhe do të vazhdojnë për 16-17 ditë në gjithë qytetet e Malit të Zi. Para sa ditëve kemi qenë edhe në Prishtinë, nesër do u thonë për në Sarajevo për shpalos të vlera që kanë pakicat dhe në veçanti komune e Ulqinit dhe nesi shqiptarët me pakicat tjera. Përfundoj këtu, në emër të kulturisht, misionit të saj, vlerave universale që ka, ne çdo herë kemi dhënë kontribut dhe jemi ulërisë të komunikimit me tjerët, le të fitojnë kultura, rnoshi kaloni sa më mirë. Faleminderit. Programi i mbrëmjes solli një paraqitje të gjallë të kulturës në Malë të Zi, duke përfshirë elemente nga të gjitha trojet. Në skenë ngjitën shkolla e baletit, kori gjimnazit të Ulqinit, grupi muzikor ekspresivu si dhe ansamblet folklorike, të cilat sollen valle, muzikë dhe interpretime tradicionale që u priten me duar trokitje të gjata. Organizatorët njoftuan se në vitet në vijim synohet që ditët e kulturës dhe pakicave të mbahen rregullisht në të njëjtat data dhe në disa qytete të Malit të Zi, me qëllim që të forcojë lidhja mes komuniteteve kulturore në mbar vendin. Në vazhdim ju sjellim pjesë nga ngjarja, ndërsa më gjithsesht do t'ju sjellim të dielën në orën 19.
lullet e gëzimit ton, lullet e gëzimit ton, me bukën e fushës ton, o merën e malit ton, me këndimëri e bashkët, me këndritur shtatin ton, me serës e fushës ton, o me serës e malit ton, nisin dashurinë bashkët, për jetë e shtatin ton. Anës e pas anës o, lumit të fshatit tim, rritën vasha trimëresha në roje të liris. Kratë të tyra ngjyrar, si që po që djellë e jut, ëndra tyre kanë ato, kokra gluris ti mbi tokë, kokra gluris ti mbi tokë.